shqiptar të media. Zoti Cukali, mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni me ne. Bete, mirëmbrëma. Atëherë presim përmirësime, por shënojmë vetëm rënje. A është kjo renditje në indekset ndërkombëtare gjithmonë një pasqyrim i saktë i realitetit? A mund të të bëj një pyetje para se t'ja përgjigjem, Beti? Po, patjetër. Kush i pret këto ndryshimet, jam kurioz? Jo, Pra kush pret që situata e mediave në Shqipëri të ndryshojë? Ne si gazetar të paktën presim që gjithmonë të ketë ndryshime, të ketë një lloj përmirësimi në raportet e medias, por shohim që realiteti jo vetëm që mbetet stagnacion, por ka rënje gjithmonë. Ne ndërrojmë, Beti. E kuptoj. Ose kemi dëshirën që t'jemi optimistë, sepse po e lam të na mbysi, domethënë po ram në pesimizëm, dhe shumë e vështirë për të bërë punën. Por e përditshmja jote dhe gjithë kolegëve të tu tregojnë që shanset për përmirësim janë shumë të vogla. Unë pata një shpresë të vogël për përmirësim situatës me idenë që hyrja e Shqipërisë në ose ky procesi i hapjes kapitujve. Pata shpresë që do të detyronte qeverinë të lëshonte pe nga dëshira për të mbyllur kapitujt. Mirë po, ishte një shpresë, do thoja unë, mua më duket pothuajse e humbur.